Kolonia e piktorëve Himar të 2026 u zhvillua në Himar në edicion në radhës, duke mbledhur së bashku 10 artistë të njohur nga gjithë Shqipëria dhe rajoni. Ky aktivitet synon të promovojë vlerat artistike, kulturore dhe turistike të Himarës përmes krijimtarisë në pikturë. Gjatë 4 ditëve të kolonisë, artistët u frymëzuan nga peizazhe unike të Bregdetit dhe trashëgimia kulturore e zonës, duke realizuar vepra që pasqyrojnë bukurinë dhe identitetin e Himarës. Aktiviteti u organizua nga Instituti i Librit dhe i Promocionit në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë e Himarës, si mbështetës i artistëve figurativ dhe që synon të forcojë lidhjen mes artit, komunitetit dhe promovimit të destinacionit. Në ceremoninë organizuar me këtë rast morën pjesë kryetari i Bashkisë së Himarës Vangjel Tavo, ish deputeti Fatmir Toçi, si dhe shumë të ftuar dhe qytetar. Ceremonia u përshëndet nga drejtuesja e Institutit të Librit dhe Promocionit, Irena Toçi. Të jashtëzakonshme do të thosh që unë zhvilluar këtu në Himarën tonë. E gjithë kjo koloni që mblodhi rreth 47 piktorë nga gjitha trevat e Shqipërisë, nga Kosova, ju falenderoj gjithëve sa ishit pjesëmarrës nga Kosova, nga gjithë Shqipëria. Nga Janina sigurisht na kanë ardhur dy nga piktorët tanë më të mirë, Jorgo Misi dhe Odisea Celio. Falenderoj gjithëve që u bët pjesë. Për ne të Institutit të Librit dhe të Promocionit është shumë e rëndësishme zoti kryetar që të jemi në Himar çdo vit. Kemi munduar vitet e kaluara ta bëjmë me mbështetjen e bizneseve private të kësaj zone, sidomos të Dormiu, por sigurisht kur mbështetja jonë vjen nga institucione si Bashkia e Himarës, që është gjithë përfshirëse për gjithë zonën e Himarës, rëndësia bëhet më e madhe dhe piktorët kanë mundësi të shkojnë në çdo zonë të kësaj bashkie për të pikturuar si ndërtesat më të bukura që na ka lënë koha, por edhe pamjen fantastike që ka vetë Himara dhe gjitha zonat përreth, deri në zonat e thella që janë pak Buçi apo fshatat e tjera përreth. Ju falenderoj shumë për këtë mbështetje, ju falenderoj që me këtë rast në arritëm të bëjmë bashkë jo vetëm piktorët e karrierës, por dhe fëmijët e Himarës, me një projekt që përsëritet për herë të dytë këtu, dhe siç e shikoni kanë bërë piktura nga më fantastike, konkurrente të denja edhe të piktorëve të vërtet. Ju falenderoj pra nga zemra për këtë mirëpritje të jashtëzakonshme që na ofruat këtu në Himarë. Himara mirëpriti kështu artin, ngjyrat dhe kreativitetin e 45 piktorëve të peizazhit në një ngjarje të veçantë kulturore që pasqyron jetën artistike dhe kulturore të qytetit në kolonia e piktorëve Himar Art 2026. Piktori Sadik Kasa, ish drejtori Galerisë së Arteve të Elbasanit, mjeshtri i peizazhit, autori disa qindra pikturave drejt për drejt në natyrë, si dhe piktori i njohur, mjeshtri i Penelit, Buron Kaceli, flasin me impresione për organizimin e këtij aktiviteti, por edhe për bukuritë natyrore të Himarës. Himara për mua është tepër veçantë. Unë jam rrit të ardhur më të kometi, Himat e ka dashuruar shumë Rivierën, edhe ka peizazhe nga më të mrekullueshme që janë ruajtur në galeri kombëtare. Atëherë shoqëroja si ministri i Zanës, e kam shoqëruar edhe si student. Edhe kur jam në Himar, edhe kur jam te Bregdet mrekullueshme, unë kam shumë ndjenja për këtë natyrë. Disa kohë parë, shoh ndryshime të mëdha, që më bëhet zemra malës, Himara po vjen po bëhet gjithnjë më e bukur. Dhe u gëzova shumë nga fjala e kurtarit, nga premtimi që dha, për ta vazhduar këtë aktivitet, për ta bërë çdo vit. Domethënë ne më piktorëve falenderoj këtë suf. E do vim prapë, do pikturoj. E të arrihet të bëhet një galeri e natyrës kombëtare në Himar. Besoj që këtë do të realizohet përderisa kryetari i kësaj familjes. Ju falenderoj edhe juve. Një teknikin, së përgjithën të në tërgu këtë gjithë, që e kalon shumë bukur. Himara është një qytet që ofron shumë motive për artistë. Për mua, Himara ka qenë e njohur që para 50 vjetësh kur unë isha student. Dhe kaloja me vështirësi, komunikimi, rrugët e mundësit nuk ekzistonin, megjithatë, unë kam parë në fjalë atë natyrën e virgjër të Himarës, shoh edhe transformimin që është bërë
sidomos këto vitet e fundit. Po mbi të gjitha për neve ngelet i paprekur deti, se peizazhi sigurisht transformohet dhe neve na largon çik nga natyra këto ndërtimet që bëhen vend e pa vend. Po megjithatë përsëri motivi kryesor është deti. Dhe këtu gjë më bukur është se bluja është shumë intensive edhe është ajo që përfshin gamën e gjithë piktorëve. Në këtë koloni të radhës së piktorëve në Himar, elementi i rëndësishëm ishte përfshirja e nxënësve të talentuar vendas në realizimin e disa pikturave në udhëheqjen e piktorëve të karrierës. Gjithashtu, u prodhuan rreth 200 tablo nga e gjithë zona e Himarës dhe qendrave të banuara përreth. Një pjesë e tablove ju kushtuan pikturimit të modeleve të veshur me veshje popullore tradicionale të zonës.